Dorëheqja e Lulzim Bashës nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike e menjëherë pas kësaj vendimi i Gjykatës së Tiranës që njohu vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit që u thirr nga Sali Berisha i dha kësaj partie një drejtim të ri. Që nga e premtja e kaluar, Sali Berisha dhe mbështetësit e tij u rikthyen si fitimtar në godinën e Partisë Demokratike, zyrat e të cilës kishin qenë të mbyllura për ta, sa kohë në drejtim ishte Basha. Atë ditë Sali Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit zhvilloi edhe mbledhjen e parë. Ditën e sotme, Selia është rikthyer pamjes që kishte para zhvillimit të protestës së 8 janarit, pa dyert të blinduara, e zhveshur nga logot dhe adhezivët. I gjithë ky ndryshim është parë edhe si një simbol për të bashkuar demokratët. Por edhe pas këtij rikthimi në PD me Komisionin e Rithemelimit, i shkreu i demokratëve Sali Berisha duket se ka vendosur të mos e mbyll sagën e zhvillimit të foltoreve në rrethe, këtë herë me sloganin "Më të bashkuar, më të fortë, më të hapur". Dhe në fakt koha nuk pret. Të dielën Berisha zhvilloi takimin e parë në jug të vendit, në Tepelen dhe Përmet, duke nisur kështu edhe fushatën për të bindur demokratët në mbar vendin se nën drejtimin e tij, Partia Demokratike shumë shpejt do të rikthehet në pushtet. Po pse u godit Sali Berisha mund të thosh? Sali Berisha u godit vetëm për të bërë Partia Demokratike shtojc e Partisë Socialiste. A fiton Partia Demokratike me Sali Berishën krye? Unë them fiton. Kam patur botën kundër dhe kem fituar. Ai është shprehur se qëllimi kryesor është bashkimi dhe se ai do të largohej nga drejtimi i PD-s vetëm nëse kjo e fundit do të humbas zgjedhjet e ardhshme. Kush do të vit garojnë me mua? Është i mirë pritur. Po s'fitova, u s'fitova, do respektoj plotësisht vendimin. Por po fitova. Dhe ta zam zgjedhjet lokale humbas. Do vit votohem tek ju. Mesazhi kryesor në këtë foltore duket se ka shkuar drejt kryetarit të komanduar tashmë të PD-s dhe amerikanëve, pasi Ali Beja i refuzoi kandidimin e Berishës dhe bashkimin e PD-s rreth tij, si një person që fut në konflikt Partinë Demokratike me SBA-n. Ky i fundit duket se nisi këtë raund të dytë të foltores. Megjithatë, në deklaratat e Berishës u vëretën edhe shpjegimet se si, edhe pse është i shpallur non grata nga SBA. Ky fakt nuk do ta ndalojë të kryesoj PD-n. Në dialogun që pata me zotin Ali Bej më thot, po, menon grata nuk fiton PD-ja. Me ty në grata, prandaj do t'japish dorëheqjen. Mirë i them. Edhe në 97-ën nuk ishte njeri që besonte se ne do fitonim. Po ja që fituam, erdhi 2005-a dhe demokratët ja dolën të ndryshojnë Shqipërinë sa kur ndonjëherë në historinë e saj, të antarësojnë në NATO. Duke deklaruar se është koha e protestave të mëdha, paralajmëroi një aksion të ri politik ndaj qeverisë aktuale. Të bashkojmë kontributet tona, të bashkojmë idealet tona dhe të ngrihemi si opozita më e fuqishme e kohës.